Ja, po, gëzim akon shumë, po shka më të vështirë se kam. Po? Kam më të vështirë se më kanë shku dy prindrit pa që kjo për mua është një madh i madh. Pjesa më e vështirë thua që ka qenë që kanë vdek prindrit ti pa i pa. Nuk e kam pa. Dhe kjo është më vështirë tema, se ke shku çfarë është më vështirë, çfarë është, ja, fillimi. Kush t'ka tregu për lajmin që ka vdek nana dhe baba? Normal familja, po për babën kesh bon gati për më shku, po unë e pata nëzër biletën, bileta jeme ke një ditë mas si baba jam ndrë jetë një ditë para, unë e pata biletën në pramje. Qatë ditë që ka hjejnë dhe unë kam rrinë në nëra ma vënë. Nuk e ke gjetë gjallë, po për nanën? Nuk e kam gjetë të tim tjok. Më nanën ka thirë vllavi, sa kam marrë për punim, konë të hangëni jogurt vogël. Edhe, visë jam ullë më për shohë, thash, hajtë marrë që se të vejtë të tasa. Edhe më ka thirë vllavi, sa nana sa ka dek. Thash, për me një eme se korona, thash, pasë në qënë spitali, pasë në mytë. Ja, tha, visë sa ka pi kafe, ka kapin frak në kryje, ka vdek. Pasa kohë, pasa në Kosovë? Kam ardhe edhe njëherë mas 4 vjetë se ka vdek njëna edhe ma që më konë Kosovë. Edhe njëherë pasi? 5 vjetë që më konë. Që 5 vjetë s'ka qenë në Kosovë? 3 vjetë që më konë Kosovë. Pse e dashur? Nuk jenë bënë pëndë. Asë vjetë nuk më i më shku dhe qështu. Sa randë? Që kjo në gërbeti. Më konë atje, mu i me dalë me pa vladë, me pa mëtër, me pa ka dojna, me dalë me shëtite. Po familja, vinë të këte mundër më ardhë? Ka ardhë mëtra par vjetë, mëtra vogël, po ka ardhë. Ajo, ta kam pasë edhe kam pasë, po familja e borët kanë ardhë, ka ardhë mëtra tina, ka ardhë vlavi. Jo, mirë, po. Tash me mundësia është do kosha. Sigurisht. Zoja Gjyra, faleminderit shumë. Jo se s'kena kontakt, po mundësia.